këto do t'jenë 5 vendimet e para që do t'i marrim si qeveri në mandatin ardhshëm. Vendimi i parë, si kryeministër i ardhshëm, nga ana ime, do t'jetë miratimi i buxhetit rekord prej 4 miliard euro në vitin 2026. Vendimi i dytë, procedimi i ligjit 3 për çmime tavan, ashtu që të frenohet abuzimi i tregtarëve me rritjen e çmimeve. Në këtë mënyrë, bëhemi bashkë, qeveria juaj si dysheme për mirëqenje e çmimet tavan si garanci për përballueshmëri me çdo situatë në çfarëdo krize. Vendimi i tretë si kryeministër i ardhshëm i imi do t'jetë procedimi i ndryshim plotësimit ligjit që heq kufizimin e punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që marrin beneficionin. Vendimi i katërt në mandatin e ardhshëm i qeverisë sonë me mua si kryeministër do t'jetë miratimi i vendimit për pagesën e pagës së 13 për të gjithë shërbyesit publik që në fillim të vitit. Pra ju e dini që me ligjin për buxhetin, kur e kemi prezantuar në mbledhjet e qeverisë, ne kemi paralajmëruar pagën e 13 në vitin 2026, natyrisht për fundin e vitit, se numri 13 vjen mas numrit 12. Mirë po, një ndër vendimet që do ta marr si kryeministër, i katërti me radhë nga 5 sosh sot në numëroj sonte, është që paga e 13 për shërbyesit publik në vitin 2026 të jetë në fillim e jo në fund të vitit. Dhe kjo ka të bëj me mirësinë e qeverisë sonë, jo me bestytninë e numrit 13. Dhe vendimi i 5 është miratimi i pakos për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion euro, e cila përmban së pari mbështetjet njëhershme për pensionistët, fëmijët që marrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat, dhe së dyti rikthim të skemës për subvencionim të kursimit të energjisë elektrike, nga e cila pritet të përfitojnë subvencionim të faturave të energjisë elektrike mbi 200.000 familje në Kosovë.